Armatën politike e mori pas e i amsyu kuvendit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, bashkë me ta, kanë për të regjistruar si deputet të ardhshëm të legjislaturës së parlamentit. Kryesuesi i këtij institucioni tha se nuk ka problem të zgjidhet, e telashe për të nuk është as me pozitën e kryeministrit, nëse këtyre ju vjen radha për diçka të tillë. Presidenta do duhej në rast të shtimit të zotit Kurti si i parin të zgjedhje, me naftu neve për me mandatu një kandidat, ne kemë mandatu në Bedri Hamzën. E për pozitën e presidentit të shtetit, ka kohë. O shumë herët me vullë për president. 11 muaj mandati kanë merë presidentës aktuale. Sigur të mirëshim vesh shpejt për me themelu një qeveri të re, të hequr nga Bedri Hamza, ma merr mendja që në proces janë 10 muaj, 11 muaj, të cilat do të sillnin në situatë të re. Koha duhet të kaloj e edhe afatet kushtetuese të kryen, që partia e tretë të ketë shansin për të bërë qeverinë. Këta të LDK-s që po ashtu erdhën bashkë për regjistrim në kuvend, pranuan se nuk janë në fazën e afrimit me partitë e tjera për ta bërë shumicën. Në qoftë se nuk e bën, pas 15 ditëve, kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, jep drejt secilës parti që dëshmon para presidentës se mund të bëjë shumicën ta bëjë një gjë të tillë. Nuk kemi rrinë në atë pikë, do të jem pas transparent edhe konsistent para jush edhe për këtë çështje kur të mrim aty. Megjithatë vetë, qëndrimet nuk i kanë ndryshuar. Besoj i keni mësuar tashmë, janë të njëjta si para fushatës, gjatë fushatës dhe pas fushatës. Opozitarët e deritanishëm do të vazhdojnë regjistrimin edhe të hënën. Për ditën e parë të javës është planifikuar të nënshkruhen deputetët e koalicionit AK-Nisma dhe ata nga radhët e pakicave. Derisa për të martën e 15 prillit janë bërë përgatitjet për seancën e betimit.